exit pollet, pati reagimet të shumëta, por pastaj pati edhe dyshime që në disa... Duhet me pa pyetjen që i kanë bërë votuesve, se nëse i kanë pyetur a votoni PDK-n apo vetëvendosjen, duhet jenë në rregull. Nuk e din çfarë pyetje i kanë bërë se. Po kjo mund të jetë kjo mund të jetë e para kjo, domethënë se si janë pyetur, e dyta u tha nga disa paktën edhe nga përfaqësues të kompanive të exit pollëve që ka pas një përshtypje që le të themi votuesit e lëvizjes vetëvendosje në Mitrovic nuk kanë dashur të deklarohen dhe kjo normalisht pastaj e ka krijuar atë gepin, atë hapësirën për zbrastiren mes dy partive, por po ashtu Esmeralda siç e dim ne kemi edhe tashmë prokuroria e themelore në Mitrovic ka filluar, pra prokuroria që ka qenë e angazhuar në monitorimin e procesit zgjedhor, kanë filluar mbledhjen e informacioneve sepse ka pas dyshime nga le të themi të gjitha palët që në disa. Po tani nuk është se është dhënë shumë detaje, por në bazë asaj çfarë thonë edhe partitë vet, por edhe asaj çfarë kemi arritur të kuptojmë, pra kryesisht bëhet fjalë për fshatin Shqipol të Mitrovicës ku dyshohet se ose ka pas tren bullgar siç njihet, pra votim në mënyrë masive, po them, në emër të njerëzve, pastaj pati edhe pretendime që aty pati kishte pas një lloj tensioni, nëse më themi, mes votuesve dikur në orët e vona pas orës 7, pra pasi ishin shpallur rezultatet nga exit pollet, me rast për shkak të festimeve të simpatizantëve të PDK-s, kishte pas le të themi një incident të vogël aty mes votuesve dhe simpatizantëve të partive dhe pati pastaj pretendime nga deputet të lëvizjes vendosur si Armen Muja, paktën në paraqitje televizive se ka parë edhe njerëz me armë. Normalisht policia nuk është se ka konfirmuar këtë, por ajo çfarë është thënë se paktën nga ana e prokurorisë është se ka filluar mbledhja e informacioneve sepse dyshohet se mund të ketë pas eventualisht shpërdorim të votave ose blerjet e votave. Tani nuk është përcaktuar në asnjë rast se cila parti ose për cilën parti bëhet fjalë se ka pas shpërdorim apo blerjet e votave. Ajo çfarë mund të themi është se në numërimin që po bëhet tash, le të themi në ri, në konfirmimin e votave për kandidat për kryetar, por edhe ato siç e thash për kandidat për asamblesë dhe partitë si subjekte, PDK vazhdon të pri në Mitrovic, mbetet të shihet se cili do të jetë le të themi rezultati përfundimtar i numërimit qoftë nga qendra e numërimit komunale, por pastaj edhe verifikimi i numrave nga ana e qendrës numërimit dhe rezultateve këtu në Prishtinë. Por kemi edhe një kallëzim tjetër, pra duket se Mitrovica do të ketë punë për prokurorinë, sepse edhe Faton Peci ka kallëzuar penalisht televizionet që bën exit pollet. Po, është të vërtet që ditën e djeshme, zoti Peci ka përmes një statusi në Facebook ka bërë të ditur që ka bërë kallëzim penal për një numër gazetarësh dhe mediash për shkak se sipas tij me exit pollet që janë publikuar në një farë është tentuar që të preket integriteti i votës, i procesit zgjedhor dhe të dëmtohet ai dhe partia dhe partitë realisht që ai përfaqëson, sepse zoti Peci në këtë rast është kandidat edhe i vjen nga lista Guxo, por në njëjtën kohë gëzon edhe mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje. Por në përgjithësi, Esmeralda, reagimet që erdhën qoftë nga organizatat e gazetarëve, qoftë nga le të themi njohës të mirë të drejtësisë dhe çështjeve penale në përgjithësi në Kosovë, gjithë e konsiderojnë si të pabazë dhe në një farforme duke pas parasysh këto që folëm pak më herët, pra që ka dyshime se mund të ketë pas shpërdorime, pastaj dallimi mes përqindjes që ka Partia Demokratike si parti me lëvizjen vendosje dhe listën Guxo. Pastaj edhe ky i fakti që po shkon balotazh duke qenë se le të themi para zgjedhjeve gjatë fushatës fitoria e zotit Peci në Mitrovic konsiderohej si e pa, domethënë as që diskutohej në një farforme. Kam përshtimin se ka bërë që lëvizja vendosje dhe zoti Peci të marrin hapa të tillë, nga shumë kush bile u cilësua, po flastu nga
Instituti i Kosovës për drejtësi, nga organizata tjera u konsiderua si një lloj viktimizimi, le të themi, i zotit Peci, i cili për shkak të gjithë kësaj situate që u krijua dhe rezultatit të ngushtë që ka, thjesht po provojnë që të gjejmë mënyra të tjera, pra që tani në raundin e dytë, nëse do të ketë, sepse pra po them, në bazë asaj që kemi deri tash, normalisht që Mitrovica shkon balotazh, por me rinumrimin e votave ose verifikimin e votave mbetet të shihet çfarë do ndodhë, eventualisht nëse prokuria mund gjej informacione dhe po them të ketë bazë mjaftueshme për të hetuar eventualisht ndonjë keqpërdorim, atëherë normalisht që kjo mund ta ndryshojë situatën, por po them në rast se shkojnë balotazh në këtë situatë që jemi, atëherë gjithë kjo çfarë po ndodh dhe veprimet e zotit Peci u konsideruan pak a shumë si një lloj viktimizimi, tentimi për gjetur forma që eventualisht në balotazh të krijojë një lloj përshtypje, një lloj perceptimi se gjërat janë kështu dhe gjithçka ose gjithkush po bëhet bashkë kundër ti, kundër lëvizjet vendosje në mënyrë që të përfitohet një farë forme nga kjo situatë. Dhe në përgjithësi gjitha këto organizata, por edhe pra po them edhe njerëz të mirë të çështjeve penale, çështjeve juridike, thonë se normalisht nuk ka bazë për të ngritur padi. Në këtë rast thjesht është një tentim për ta shfrytzuar këtë situatë në aspektin elektoral.